Kosova duhet të jetë e gatshme për çdo skenar. Bota po ndryshon, dinamikat janë shumë të mëdha dhe nuk e ka luksin me u marrë me shmenduri të egove personale për pushtet. Është koha që Kosova të ketë institucione funksionale dhe përfaqësuese dhe mbi gjitha institucione të përgjegjshme, sepse bota po ndryshon dhe ka shumë po njohura. Një president si Donald Trump, një ndër presidentët e një vendi më i madh në botë, është një paralajmërim shumë i madh. Apo i ke që Kosova nuk është askund sa i përket si themelimit të institucioneve ashtu sa i përket dialogut? Nuk do të thoja veçanërisht për dialogun, do të thoja për gatishmërinë për të përballë me çfarëdo lloj situate të mundshme. Sepse bota po ndryshon shumë shpejt dhe ne jemi duke marrë me çmenduritë e egove personale, që është e papranueshme, është e patolerueshme për interesin shtetëror të Kosovës dhe për interesin nacional të shqiptarëve të Kosovës. Zoti Gashi, çdo 48 orë po bëhen seanca, tashmë jemi edhe në punim në sezonin e verës. Si do t'ja bëjnë deputetët tash për pushim? Është pushimi veror tash. Si është kalendari i pushimeve të parlamentit? Ajo është më pak e rëndësishme. Deputetët mund të shkojnë pushim sepse nuk ka to janë kot mbledhje kot çdo 48 orë. Nuk ka asnjë sinjal, asnjë angazhim serioz prej partive politike, sidomos për lëvizjes vendosëse me gjithë zgjidhje. Nuk ka rëndësi a vinë deputet në seancë fizikisht apo nuk vinë, sepse po vinë kot, na po vinë kot këtu. Çdo 48 orë vinë kot, ende me dhe nuk bëjnë kurrë. Unë ajo që po kërkoj është që liderët partijak, kryetarët e partive, duhet të jenë të përgjegjshëm, duhet të jenë të vetëdijshëm se ka po shkon bota dhe duhet të jenë të vetëdijshëm se përgjegjësinë ata e kanë për shtetin e Kosovës. Dhe jo egot personale se kush po bëhet kryeministër e kush nuk po bëhet kryeministër, se kush kuj po i thot hajvan i pari, kush i dyti, se kush kanë për bllokon. Këto janë lojra të personave të papjekur politikisht dhe personave që fatkeqësisht nuk e marrin përgjegjësinë që i takon, që u kanë dhënë qytetarët e Kosovës. Dhe këtu kryesisht e kam fjalën për lëvizjen e vendosjes zotin Albin Kurti, por nuk përjashtohet askush nga kjo skemë. Megjithëse bllokada kryekuput është nga zoti Kurti, sepse ai dhe partia e tij e kanë ekskluzivitetin kushtetues për propozimin e kryetarit të vendit dhe nuk po gjejnë zgjidhje.